Këta janë Shefit dhe Dashuri Rapaj, çifti bashkëshortëve viktima të krimit në familje, të pasuar një akt vetvrasje këtë të martë në fshatin Kuman të Roskovecit. Krimi u shënua në banesën e familjes, brenda të cilës 80 vjeçari qëlloi me pushk gruan 75 vjeçare dhe më pas e drejtoi armën nga vetja. Ata ishin prindër të 9 fëmijëve, 3 vajza dhe 6 djem, shumica të cilëve jetojnë në emigracion, ndërsa fshinjët në NZ flasin për një ngjarje të paralajmëruar pasi kohët e fundit çifti ka pasur konflikte. Disa ditë më parë, sipas tyre, në banesën e tyre kishte ndërhyrë edhe policia për të sqaruar mosmarrveshjet mes çiftit. Dyshimet janë se debatet mes bashkëshortëve lidhen me sjelljen të cilësuar problematike të djalit të vogël që jetonte me ta, i cili është shoqëruar për dëshmi, por kjo mbetet për tu verifikuar. Nuk e di. Fshinjët publikisht thonë se nuk janë në dijeni të asaj që ndodhte brenda familjes. Po e di kjo ka qenë konflikti qasit, as je ka pasur, unë jam qiklar, tash nuk i di të gënjej kot. Mes mortit nuk munguan as tensionet e përplasjet mes familjarëve të 2 bashkëshortëve që mbetën viktima të ngjarjes, siç tregojnë këto pamje. Policia e Fierit thotë se po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes që la pas 2 viktima. Moj, Julia nuk flasin.